Mesazhet e shkëmbyer midis Belinda Ballukut dhe ish-drejtorit të ARSH-s Evis Berberi zbulojnë një fakt të rëndësishëm që është lobimi i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për kompaninë ASL, fituese e tenderit për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Në njërin prej mesazheve që kanë rrjedhur në media nga dosja hetimore, lexohet qartë shprehja: "Kjo është një shoqëri që ka ndërtuar një tunel autostrad 2XL 4 kilometër në Turqi dhe është gjithashtu një shoqëri që presidenti e njeh, e vlerëson dhe e përdor si referencë." Ky mesazh në anglisht i mbërritur në adresë të ministres Balluku nga pala turke dhe i kaluar më pas te drejtori i ARSH-s tregon interesin e drejtë të Erdogan për kompaninë ASL. Në fakt, lidhja e pronarit të ASL, Abdulkadir Kart, me presidentin turk është e njohur publikisht dhe ka nisur para vitit 2000. Ndër vite, ata kanë zhvilluar një marrëdhënie jo thjesht pune, por edhe familjare, madje Erdogan e ka patur Kart pjesë të delegacioneve të tij në vizitat ndërkombëtare, duke referuar atë si kompaninë e tij edhe në shtete të tjera. Në një foto të publikuar nga agjencia turke e lajmeve Ajans53.com, Kart shihet në shoqërinë e dy presidentëve, Erdogan dhe Aliyev. Kjo, pasi me rekomandimin e presidentit turk, kompania ASL ka pasur shtrirje edhe në projekte të tjera të rëndësishme në Azerbajxhan. Lobimi i liderëve apo përfaqësuesve të lartë të shteteve të mëdha për kompani të caktuara është i njohur edhe në vendin tonë. Rasti më i prekshëm është ai i rrugës së Kombit, e cila ju dha një kompanie amerikane, ndërtimi i së cilës kaloi disa herë parashikimet financiare. Një vend i vogël si Shqipëria ka nevojë të vazhdueshme për mbështetje nga partnerë strategjik të fuqishëm si Shtetet e Bashkuara, Turqia apo Italia, dhe lobimi i tyre për pjesëmarrje të kompanive të caktuara në vepra me rëndësi strategjike është pjesë e këtyre marrëdhënieve.